një filozofe politike e shekullit 20 e quajtur Hannah Arendt ka shkruar një libër që është sa gazetaresk aq edhe filozofik. Edhe libri quhet Eichmanni në Jeruzalem. Hannah Arendt asaj kohe ka ndjekur gjyqin ndaj një hierarku të lartë nazist, një prej projektuesve të Holokaustit, mbase përgjegjësi kryesor për zhdukjen e miliona njerëzve në kampet naziste të shfarrosjes. Adolf Eichmann, një oficer i lartë i SS-ve, mbas luftës ishte arratisur në Argjentinë, edhe në Argjentinë e kishte arrestuar fshehtas, Mossadi, shërbimi sekret izraelit, e kishte kthyer në Izrael, edhe në Jeruzalem i bën gjyqin Adolf Eichmannit. Hannah Arendt shkon si gazetare mos gaboj New York Timesit për të ndjekur gjyqin. Dhe ndjek të gjitha seancat e gjyqit. Dhe habitet me diçka, sepse thot, unë prisja të shija mbrapa hekurave një përbindësh. Sepse imagjino, njeriu që është përgjegjësi kryesor ose një ndër përgjegjësit kryesor për zhdukjen e 6 miliona më shumë, jo vetëm hebrejve, po edhe minorancave të tjera gjatë luftës dytë botërore. Dhe unë tha ndile përpara një njeri që më dukej si një nëpunës i thjesht poste. Pra një njeri gati banal, domethënë gati aq i thjesht aty nuk ta rrokte mendja që ky njeri do ishte përgjegjës për një krim kaq të madh, edhe unik në historinë e njerëzimit. Edhe reflekton Hannah Arendt më vonë. Dhe thot, në fakt thot, e keqja më e madhe, e keqja absolute, nuk është e keqja për binçave. Sepse për binçi ka diçka, ka një lloj lirie të vullnetit. Pra është njeri i cili, si thua, e mendon atë para se ta bëj të keqen. E mendon dhe thot do ta bëj. Dhe duke bërë këtë gjë mba dhe përgjegjësi mbi vete. E keqja më e madhe, thot Hannah Arendt, është ajo që bëhet nga njerëz që nuk mendojnë fare, që thjesht zbatojnë urdhrin. Pra nuk përfshihen as emocionalisht në atë që bëhet. Pra nuk është se i shtrojnë njërë vetes pyetjen, po ta bëja mos e bëj unë këtë gjë. Po janë thjesht në punës të cilët e kanë fikur automatin e mendjes, e kanë fikur automatin e ndërgjegjes dhe vetëm zbatojnë urdhrat. Dhe Adolf Eichmann këtë përshtypje i la Hannah Arendt, që unë thjesht zbatojo urdhrat. Pra një njeri që çonte drejt vdekjes miliona njerëz sepse e kishin urdhëruar, po një njeri po të kishte dhënë urdhrin tjetër, shpëtoi miliona vet, një lloj do të kishte shpëtuar. Ky është banaliteti i skeqe, thot Hannah Arendt. Dhe unë tani për analogji, sigurisht, distanca shumë e madhe, edhe krimi sigurisht nuk ka të krahasuar, por mendësia është e njëjtë. Do t'i referohesh jo vetëm këshilltarëve të Partisë Socialiste, po edhe deputetëve të Partisë Socialiste, dhe fundja të gjithë atyre që bashkëpunojnë ose janë hallkat e poshtme të pushtetit të Edi Ramës. Shpesh herë këta mund të bëjnë, po themi, krimet më të mëdha, vjedhjet më të mëdha, mund të lehtësojnë dëme të jashtëzakonshme ndaj qytetarëve të Tiranës, edhe në një farë kuptimi ta kenë ndërgjegjen e qetë se të thonë zbatova urdhrin. Pra i njëjti njeri që të hidhte duart në fyt për të mbrojtur Erion Veliajt, pas 2 muaj si s'ka ndodhur asgjë, ngre dorën, shkarkohet Erion Veliaj. Pas nesër, nëse Erion Veliaj do bëjë më shumë rezistencë, këta që e kanë mbrojtur, këta do hidhen në fyt, do i thonë o maskara, o hajdut, o kriminal, do dukemi ne të moderuar krahasuar me këshilltarët socialist që mund t'i sulen Erion Veliajt, në rast se po them edhe një herë, Erion Veliaj bën rezistencë më të madhe nga burgu.